Hej, së mëra mirë së ardhët prap edhe me një video tjetër. Ademi kënej, miqë të doshër, sot kena me reagu me një farsi trailer i gameplay të një lojës që ka shansa me myt, ose me vra, ose me zhdu ketë komplet Minecraftin. Është loja Hytale. Loja Hytale do me thonë është e bame pej kreatorve ose për njerëzve që e kanë bërë serverin e Minecraftit Hypixel. Është kompania Hypixel, serveri Hypixel. Nëse e keni lu Minecraftin edhe e nifni Minecraftin e serverat e Minecraftit e sana vena adhen bla bla bla, mos folim shumë, ju e nifni Hypixelin. Është një server ku adhune kom lu në për videot e mija, që kom lu për shamull adhen Build Battle, minigames atjera që i kena lu me gafin janë kon kejt në Hypixel. Po Hypixeli u kon të bo një lojnë background, do me thonë, adin, jo vetë që e kon serverin e tyne në Minecraft, po janë kon të bo edhe një loj për 10 vjetë e funit. Do me thonë që si jom gabim ja ka njës në 2014 me bo qëtë loj, edhe në 2020 ja kanë shit lojën Riotit, që Riot i ka premtu që ka menzir lojën e së në vene, por që kreatorët original që janë kon, ata për shamull nuk kanë pas fuqi, adin me bo lojën sa ma herët e sa në vene, adin me qit lojën sa ma shpejt, për shkak se kejt u kon e varur prej Hypixelit, u kon e varur prej Riot Gamesit. Riot Gamesi është kompania që e ka League of Legendsin edhe që e ka Valorantin. Amo, dikun 2024-ën, Riotin nuk ka mujt me përfundu që t'loj edhe kanë qu dorë pe qësaj lojës, do me thonë 2014-ën ja ka nis mu bo loja, 20-ën nuk ka shit, e 2024-ën fix 10 vjetë masi që u nis loja, Rioti ka thënë adin që nas kena me qitë që t'loj, sën pe qesim që t'loj, se kena probleme, bla bla bla, kem dasht me bot diçka të madhe, po në fund adin nuk mundet me dal që ashtu që shdojnë e na, e për që ato ata kanë vendos mos me qitë lojen. Amo Simoni që është kryesore i Hypixelit, ose po i kompanis Hypixelit që ankon të bo këtë Hytale-in, aj pej 2024-ës dhe i tash u ka munu me rikthy lojen, me ble prap, edhe me qit vet aj, me publiku vet lojen. Edhe ma në fund para një jave, fix për ditlindje tem që si jam gabim me 17 nëntor, ata kanë mujt, jo kanë mujt, po kanë vendos ose ju ka ardhë mundësia për me ble lojen sërish, adin, për me ble lojen prapa, ose thjesht e kanë shit mallin, edhe e kanë kthy mallin e vetë. Malli që blijet nuk kthehet. Nuk kthehet. Brut, qa jam të fol, bruda. Kanë herë po hi adin me inqizu video, edhe adin jam të ditë se qa jam të dosht me fol, kur që jam të inqizu jam të fol, bruda, si një aristokrat, si një intelektual. Në fund, kur pi qes në dëgju se të vesh, nuk pedi pse nuk po muj me një vetën, edhe tash që jam të një vetën, adin, po prap jam të bo gabime, në shqiptimin e fjalëve ose në mënyrën se qysh muj mi gjithë fjallë. Nejse, mos t'him që asaj temës tash, kështu që s'po folëm shumë, e keni pa trailerin ju tash sa jam konë të folune, e tash na kena me këshyr Breaking the Curse, Hytale gameplay, 16 minuta. Tash kena me këshyr veç pak, po get interneti këtu në Poloni nuk ka për për këto mani, për 4K. Të shofëm në 1080p. Që tash do me thonë, ky poshtë është Stevie, ture me skeleton. Është si Minecrafti, po veç pëndryshe pej Minecraftit, kjo loj nuk ka me kon adin pas story, ka me pas pak story, ka me kon si RPG, a më në kon e njët edhe sandbox ka me kon qysho Minecrafti, ki me mujt me bo qa dushti, nuk është e thome, hej, duesh me njek qa thët loja, adin për me kry story në së në vene. Me thonë nuk është qashtu, po ka edhe pak RPG. Climb paska. Do me thonë është kombinim mes, si me thonë, GTA-s jo, po Red Red Redemptionit me thonë, Minecraftit edhe Robloxit, bra. Ose Minecraft, Roblox, Elden Ring. Diçka qashtu ka me konë, për shkak se ka monstruma, njëtë si në Minecraft që shka monstruma, që adhe muni me pre pem njëtë si Minecrafti. Para menoni që kjo loj është të u bo që 10 vjetë mi që të dashur, që 10 vjetë, bra. Ma shumë se 10,
Edhe mundësia është shumë e madhe që loja me dal mrena javëve në vijim. Ose early access si ka me dal shumë shpejt, e loja komplet këshyrëm kur del. Okej. S'kam bo mo të reagime, brut. Ama shumë interesant, brada. A dhe mu këthy me reaction, veç për që t'lej, brada. Këta do me thonë janë dyqyr si zombies që shpeshone. Pa më intereson a ka nëj karakter që është si creeperi, brut. Uuuu! A dhe nisan unë e di që kur del që kjo loj, ko me hi all in, brut. All in ko me hi në që t'loj, brada. A dhe unë e po, jom të prit që t'loj pej 2019-ës, brut, nashti. Që atërë në 2019-ën e pata gjet, edhe me zi prit që me dal, në fund e shitën, tash del mërna vitit, në fund kur gjë. Tash mas 10 vjetë më në fund, jena të pa dhe gameplay footage jo, po video gameplay. Okej. Ma e mirë se Minecraft i kokan, Minecraft nasë nullëmi. Me thonë as mujnë as mi thonë Minecraft 2.0, aden? Për shkak se është edhe ma loj ma e mirë se Minecraft 2.0 shi, se nuk ko veç Minecraft, aden? Ka edhe sa në tjera. Nuk janë të dosht veç me kopju Minecraftin për shamull, po e kanë marrë konceptin ose idejen e Minecraftit edhe janë të bo edhe ma të mirë se sa është Minecrafti. Do me thonë pas komi health bar edhe energy. Energjia se dia është njëtë si në Minecraft, do me thonë po, më do këtë me buk është. Okej, energjia duhet m'ju mush, po get, po. Energjin duhesh me pas full njëtë si në Minecraft, që i kena posht ka qikat. Energjin duhesh me mush full, që me pas regen prap. Okej. Ka bosa ndryshëm, ka bajome ndryshëm, edhe për momentin i ka 3 zona. E bojna pak skip. Se këtu kejt tërë tash për momentin, ju s'keni me pa kur gjë. Okej, shumë tërë, broda. E t'zdil në dritë. Jo, veç nisan e dit që donë me qitë këtu në këtë loj, adin me pasa si torqi, që është edhe me moda. Reklama, brut. Pem mrena në cave. Edhe po, pse ka me konë si Robloxi, loja ka me konë pak si Robloxi për shkak se lojtarët kanë me mujt me bo qatë dojnë në mrena në loj. Nuk është e thome që adin për shambull që zmun është me ndryshu shdo sen në loj. Janë të bo njëjtë si Robloxi, do me thonë, me mujt me bo mapa, nda që me bajome ndryshëm, bajomet mi bo kostum, nda që mi hekejt bajomet, nda që me ndru animacionin e karakterav, kejt. Do me thonë, kanë me bo, si për shemull me thonë, si në Roblox që shon ato lojna me, si Rivals që shon Roblox, a e keni po që shikan grafikat ma ndryshe për shemull pej lojnave tjera, ose që është një loj Call of Duty në Roblox, edhe që ka grafikat shumë ma të mira se lojnat e tjera të Robloxit. Do me thonë edhe qëtë loj, kanë me bo që ashtu diçka, që lojtarët kur dojnë me kriju mapa,
ose world, ose vara që shdoni me thirë ju, kanë me mujt me ndryshu çdo send. E për që ato, ka shumë potencial loja, bra. Kjo loj ka shumë potencial. Mundet mu bët diçka shumë interesant. Veç është problemi se nuk ka me kon free, edhe njerë për njerë nuk ka me kon për telefon, po ka me kon veç për kompjuter. Mdokët, jo personi nuk është, për kompjuter është. Me thënë njerë ka me kon për kompjuter, s'ka me pas crossplay si në Roblox ose si në Fortnite. Edhe loja kur del, po, nuk ka me kon free, po, ka me kon, ka mi pas 3 çmime. Çmimi par ka me kon 19 euro, standarti. Tëna është, a u kon Explorer, as di që shukon, u kon $35, edhe Curse Breakery ka me kon $65. Kjo kejt është qështu, aden këto çmimet janë qështu, do me thonë, këshër, Curse Breakery për shembull që është ajo $60-50, as di sa ka me kon, që aty veç, për shembull ki me pas kozmetika, aden ki me pas naj far skini, naj far cape, aden naj far kësi pelerinë mrapa, ose naj frizur, thjesht naj skin ki me pas aden ma shumë. E kështu loja për tën është e njëjtë. Për shembull për ata që kanë me pagu 19 euro edhe për ata që kanë me pagu 60 euro, loja ka me kanë totalisht e njëjtë. Veç këtë varet për shembull se sa je të dosh mi bë support me bë support adin kreator të lojës, do me thonë Hypixelin me bë support. Edhe për momentin kjo loj nuk është tu bo veç për njonit, do me thonë i kanë dikun jo 50 persona që janë të punu në qëtë loj. Në rajet kër janë konë kanë pas edhe ma shumë, po rajoti që ka bo mërë në 4 vjetë është hiq kur gjë. Kanë prëvu me bo diçka ma shumë ata, me bo lojën edhe ma advanced, po e kanë djek kejt. E kanë djek lojën sens kanë mujt me bo, edhe këta ekipa originale do me thënë e ka ble përsëri lojën. Ose me thënë kreatori original, Simoni që është, e ka ble prap lojën edhe ta shikon sa punëtor sa i kon, 50 sa i kon sakt. 50, qashtu dishka. është një tim i madhe me thënë, nuk ko veç njoni që të e bo këtë lojë, se loja është shumë e madhe për momentin, edhe nuk mundet mu bo veç për njonit brët. Animacionet, si ka normal brëda loja. Shumë animacionet mira. Okej. Prap në terë. A është naj pjesë që si jena në terë brëda. Okej. Edhe në map keni me pas structures ndryshë. Kena me pas në për mapa. Që ato nuk jom të kuptu qysh, do me thënë botat kanë me konë këtë ndryshë unë se jem të kuptu. Për se cilin kanë me konë ndryshë, po kanë me konë do vende, do structures, do objekte, do struktura, jo. Qa me thonë, do vene në map që kanë me konë të njëjtë për këtë. Si me thonë, një ven ka me konë bazari, bazarin kena me pas në këtë, edhe kena me mujtë me shku me ble psene që shblejna për shambull pej villagersave në Minecraft. Se di, e shofëm kur dhe loja, veç loja ekstra me bukur brot. Për live streama, në loja ka mu bo bombe. Apet, as nuk e di, as... Qysh ka me shku në YouTube-in shqiptar kje loj. Për shambull, për youtubera shqiptar që kanë me lu që të loj, ma mërmenja që kanë me konë shumë pak. Edhe jashtë jam të prit loja me shpërthy gogja, po në YouTube-in shqiptar edhe në marketin shqiptar, nuk e di. Si të bëhet najson, veç bëhet për shambull nëse
jo shpërthen shumë. Aden? Eksplodon loja, bot shumë e famshme, atëherë, mas një kohë, bot e famshme edhe të na. Okej, ka dasht mu bo climb aty, për s'ka mujt. Ka shansa nështë ta mos të konë shumë nalt, ose ku me dit. Po pra, është adin si Minecrafti, po Minecrafti t'i shkon maj kompletum, adin. Diku për një 2-3 javë, ma mërmenja që ka me dal 2-3 javë, se di, po, qashtu diçka, 3-4-5 javë, ma mërmenja që del early accessi, edhe në moment kur del early accessi, du me shku me ble lojen fill. A dhe du me hi all in, brudan që t'loj. Me zijom të prit, brut, to get my hands on this game, që thëjnë anglest, a den, me lu që t'loj, nejsa me joystick nuk lujnë, po me lu që t'loj, me zijom të prit, bruda. Qa, po pra, e kia dhe po ashtu kreativin, që për shembull tash për momentin, po, tash jena në creative. Në creative mujna me bo qatë dojmë. A e një të po, për shembull spam, bla bla bla, builder tools, spam NPC mujna. Wow. Muzikën që e pasken brut. Qa koha muzika brut. Pse bedoj këtë që të video i kanë incizu notën. Po m'intereson edhe karakterat alti? Ja, kjo është garant veç sa për hajgore, brët. Sa për hajgore, garant. Ja, altin që t'loj brët zdu. Nëse ka me pas altia, brët. Nëse altia me pas në kostumse në për mopa që i bëjnë lojtarët, okej, aden, bëhet shumë fantazi, shumë qartë bëhet. Po më pëlqen ideja, amo jo për shembull në temelin e lojës. Okej, një iron, jo, qa ke? Një farë portali ke këto. Okej, pas ka dhe portale. Me thonë po, pej nalëshit, pej largit kur të she lojën, do këtë shumë si Minecraft, amo sa të she ma shumë për shembull, adin sa ma shumë sene që i she, sa ma shumë që fokusohesh në to, e she që nuk është Minecraft, adin nuk o si Minecrafti. Jo, është si Minecrafti, por nuk o kopja e Minecraftit, adin. Ka diçka të vetën. Kështu që me zjem të prit me dalë loja komplet, shpresoj që ju ka pëlqyer edhe juve që kjo video. Ju dua shumë së mbera, like, share, subscribe. Bye bye.